Një ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit në qytetin e Lezhës, ku një 28 vjeçar ka tentuar të vrasë nënën e bashkëjetuese së tij, duke e përplasur me automjet. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 02:05 në lagjen Skënderbeg. I riu kishte shkuar për të marrë me makinë bashkëjetuesen e tij. Në ato momente kanë dalë edhe familjarët e saj dhe pas një konflikti për motive që lidhen me marrëdhënie familjare, ai ka përplasur me automjet nënën e vajzës. Si pasojë e goditjes, 43 vjeçaria me inicialet KH ka psuar dëmtime të shumta trupore. Ajo u transportua fillimisht për ndihmë mjekësore dhe më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku vjon të marrë trajtim të specializuar në kujdesin e mjekëve. Menjëherë pas ngjarjes, autori u largua nga vendi i ngjarjes, por falë reagimit të shpejtë të shërbimeve të policisë, u lokalizua dhe u vu në pranga. Gjatë veprimeve hetimore u sekuestrua dhe automjeti i përdorur për këtë ngjarje, i cili do t'i nënshtrohet ekspertizës përkatëse. Ndaj 28 vjeçarit është ngritur akuza për veprën penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Lezhës për vijimin e hetimeve dhe veprimeve të mëtejshme.